shtorja edhe thërtorja, kur ti bën therrjet, mos me vazhdu me i gjujt në lum. Sakt. Po me u i grumbullu. Rrjedhimisht, a di ç'shi bie kjo? A e pagun ti lart koston mujore të mbeturinave? Po ç'ysh jo? Okej. Me bo Kosova një dit me e kontraktu një kompani që vjen e mbledh e bën këtë grumbullimin e mbeturinave dhe i klasifikon, ty ta kryn shërbimin, po ti nuk e pagun asnjë cent, a fiton ti, a fiton kompania. Varet ku është shesën ata, fitojnë kompania, biznisi me humbjes fiton, me humbjes punën. Qeveria ka për obligim me ndjek interesin nacional. Nuk ka ma interes nacional se sa shëndeti publik. Edhe qysh kena mrritë që kjo ministra e thjesht o jeta, qysh kena mrritë? Jo, që po ta spjegoj, do të unë e thjesht sova, të 16 centri është, që kjo kompania është analogjia, është sikur ne që fermeri e qën në sillos sasin e grurit, edhe aja jep dëshmin se so ka dhonë rendiment, edhe mishtorët, edhe thërtorët, edhe operatorët, edhe fermerët, e dërgojnë që ato, e mosin, edhe deklarën që i ka morë 2 tën mbeturina mbetje shtazore. Për që ata 2 tën ka mu subvencionu 2.000 herë 16 cent. Perfekt, so i bjen, 320 euro. Që kjo është? Tjetra. Qysh kena mrritë që 16 cent? Praktika dhe që kroate është. A kroate? është morë do të disa qmimore, disa vlerësime, kosta operacionale, për shkak se unë kalzova që mos funksionalizimi fabrikës. Është praktik kroate. Po, mos funksionalizimi. Pse 20 vjetë fix? Po, qa që u konë do të thëtë ajo, do të thëtë parafërsisht. Këtu opcioni u konë 15 ose 20. Ne ju kena drejtu Ministrisë së Drejtësisë, ju kemi thonë, a me vepru me ligjin për pronat, ata ka thonë ju se ende nuk është këtë funksional, se udhëzimet administrative, me në bazë ligjin për pyje, edhe ishin edhe 2-3 ligje tjera që i harrova në korespondenca që të i kam. Tash, çështja është kësaj. Unë e ndjeku interesin publik. Shëndeti publik, edhe i kafshve, hin pjesë edhe institucioneve të Ministrisë së Shëndetësisë, po edhe Agjencisë Ushqimit dhe Veterinën në çështje që ka të bëjë me ushqim, me trajtimin e mbetjeve shtazore e të tjera. Dakord. Ajo kompania që ka ardhur këtu konserzumi, ajo nuk ka ardhur se na i kena sytë e zi, ajo ka ardhur për një interes. Po atë punë e di. Bile nuk e di sa është e drejt që me thonë, do thotë, nuk i kena sytë e zi, se me thonë që vetë sytë e zi janë të mirë. Dyshim s'ka hiç. Edhe çështja është që do thotë, unë e ndjeku interesin publik, sa fitojnë operatorët ekonomik, ajo është çështje, qeveria do të me dhonë hapësirë, se sa ma shumë fitim kompanit private, aq ma shumë paguajnë tatime, aq ma shumë gjenerojnë punësime. E tash mu, kur nuk e kom paramenu... Kontrata po thoni bazohet në ligjin mi pyjet krejt. Po, do thot, ajo baza kryesore. Tani do thot, se është një opinion i gjonë që të më vëlloj dikun 20 faqe, do thot, deri tek ky vendimare si ka ardhur. A e keni originalin a është kopje që ajo? Jo, s'pesoj që e kam originalin. Që është kopje maleni? Jo, Italo krejt më është të lashë, do thot kopja shumë e madhe, do thot, që tu e kam në dikon një opinion, që kam opinionin. Jo, më ka tentoj miron fije për shkak se e vërteta e madhe është që me sa unë e kom përcjell 100 hera por është që jemi ka flasim për ligj për pyetje. Deri stash krejt